4 shenja përballen me një zgjedhje që mund të ndryshojë gjithçka këtë javë. Ndonjëherë universi nuk dërgon vetëm një sinjal të vogël, por krijon një moment që kërkon një vendim të vërtetë. Kjo javë mund të jetë pikërisht një nga ato periudha ku disa njerëz ndihen përballë një zgjedhjeje që mund të ndikojë shumë në drejtimin e tyre. Një bisedë e papritur, një mundësi në punë ose një situatë emocionale që kërkon qartësi mund të bëhet pikërisht pika ku duhet të vendosësh se cilën rrugë do të ndjekësh. Kjo nuk është një javë për vendime të nxituara, por për vendime të menduara mirë. Intuita dhe qetësia mendore do të jenë shumë të rëndësishme. Le të shohim cilat shenja mund të përballen me këtë moment vendimtar. Akrepi. Energjia e kësaj jave mund të jetë më intensive emocionalisht për ty dhe mund të shtyjë të reflektosh më thellë për disa situata që kanë mbetur pezull. Në punë mund të shfaqet një mundësi ose një ide e re që kërkon një vendim relativisht të shpejtë, por është e rëndësishme të analizosh çdo detaj para se të veprosh. Financat kërkojnë pak më shumë kontroll dhe disiplinë, sidomos në shpenzime spontane. Në jetën personale, një bisedë e thellë me dikë të afërt mund të sjellë qartësi dhe një ndjenjë afrimi. Kjo javë mund të ndihmojë të shohësh disa gjëra nga një perspektivë më e qartë dhe të kuptosh më mirë drejtimin që dëshiron të ndjekësh në disa plane të rëndësishme. Shigjetari. Kjo javë mund të sjellë një moment ku ndjen nevojën të mendosh për drejtimin e disa planeve që ke menduar prej kohësh. Në punë mund të shfaqet një mundësi interesante që kërkon iniciativë dhe pak guxim për të bërë hapin e parë. Mos e nënvlerëso një ide që të vjen papritur, sepse mund të ketë potencial për zhvillim më të madh në të ardhmen. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë dhe organizim në mënyrën si planifikon shpenzimet. Në jetën personale mund të ndjesh nevojën për ndryshim ose për të provuar diçka ndryshe nga rutina e zakonshme. Kjo javë mund të ndihmojë të kuptosh se disa zgjedhje të vogla mund të kenë ndikim shumë më të madh në të ardhmen. Demi. Energjia e kësaj jave mund të shtyjë të reflektosh për disa vendime që ke marrë kohët e fundit dhe për drejtimin që dëshiron të ndjekësh në vazhdim. Në punë mund të shfaqet një mundësi që kërkon analizë të kujdesshme dhe qetësi në mënyrën si reagojnë ndaj situatës. Financat kërkojnë pak më shumë planifikim dhe disiplinë, sidomos në vendime që lidhen me investime ose shpenzime më të mëdha. Në jetën personale mund të ndjesh nevojën për më shumë stabilitet dhe qartësi emocionale. Një bisedë e qetë me dikë të afërt mund të ndihmojë të kuptosh më mirë një situatë që të ka shqetësuar kohët e fundit dhe të marrësh një vendim më të sigurt. Peshorja. Kjo javë mund të sjellë një moment ku duhet të vendosësh mes dy mundësive që duken të ndryshme nga njëra tjetra. Në punë mund të shfaqet një situatë që kërkon diplomaci dhe qartësi në mënyrën si e menaxhon komunikimin me të tjerët. Një ide që lind nga një diskutim mund të ketë potencial për zhvillim më të madh në të ardhmen. Financat janë relativisht të qëndrueshme, por është mirë të shmangësh vendimet impulsive. Në jetën personale mund të ndjesh nevojën për më shumë ekuilibër emocional. Një bisedë e sinqertë mund të ndryshojë atmosferën në një marrëdhënie dhe të ndihmojë të kuptosh më mirë drejtimin që dëshiron të ndjekësh në ditët në vijim. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos haro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe na thuaj mendimin tënd. Për këtë video, shkruaj në koment fjalën zgjedhje nëse mendon se kjo javë mund të sjellë një vendim të rëndësishëm për ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.